Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Basha spionon Berishën në SPAK. Profesor, a keni ju djeni për informacione që ka dhënë zoti Basha për zotin Berisha? Mi mbrama shqiptarë ku do që ndodhin, shqiptarët e mi që fuanin në mërgim, po thuaj në gjithë botën, në gjithë globin ndodhen shqiptarët. Por erdhi koha e juaj që të riktheni në tokën tuaj, në shtëpinë tuaj. Gazetarja po më pyet për Lulin Bashën, Lulzim Bashën. Të dashur shqiptar, u kam thënë që në fillim, por përsërit. Në 2005-ën, Basha ishte spion në Serbi kundra Kosovës. Erdhi, a e mbani mend dashur shqiptar 2005-ën, kur e quajtën kopi. Do me thënë, vete bukur fjalë me 2 drejtime kopi, të kopjuar, or fjala me rend që nuk dua ta them. Berisha i mblodhi së bashku të gjithë ata që ishin spiona në Serbi kundra Kosovës. A e mbani mend atë një shtëpi të verë? Ja pra, ky është Lulzim Basha. Lulzim Basha ka vajtur 2-3 herë dashur bashkëdhetar në SPAK. Një herë që pat pasdite. Basha ka treguar të gjithë, pik për pik. Ka treguar si u dha urdhri, ka treguar si u vran, sepse Basha ishte ministri i brendshëm dhe Berisha kryeminist. Basha ishte në taracën lart të dashur bashkëdhetar shqiptar. Basha e di fare mirë se si u dha urdhri. Basha e di fare mirë si kryetari i gardës, general Begrad, si u godit në sy dhe kush e goditi dhe si u vran njerëzit nga taraca. Pra, Basha i ka thënë të gjitha. Pra, Basha është një, si ta them të dashur shqiptar, një kalaman nga mendja, e mori Berisha, me mirë të them, ishte kamarier në aeroport, në aeroportin e Rinasit, ishte kamarier, e mori Aleksandri dhe e shpuri në Holland, e kam fjalën George Sorwa, e shpuri për në shkollë, a i zbëri asnjë ditë shkollë, po nga Holanda vajti në Kosovë për të spionuar kosovarët, si për këthys gjoja. Pra, Basha është Basha, Bashën e mbante Berisha, pavarësisht se Basha u bë dhe kryetar, u bë dhe ministër, po urdhrat i mirte komplet nga Berisha. Ky është Basha. Prokuror ndërkombëtar në SPAK për Berishën. Profesor, ju keni informuar për prokuror ndërkombëtar që po asistojnë? Çfarë mund na thoni? Të dashur shqiptar, unë kam thënë gjithmonë, Byroja Kombëtare dhe SPAK-u është krijuar, paguhet direkt nga taksat e Amerikës. Byroja Kombëtare janë jurist dhe ekonomist. Ata bëjnë dosjet dashur shqiptar. Ata e kanë përfunduar dosjet për 35 vjet. E kanë fjalën, erdhi radha për t'i thënë shqiptarëve realitetin. Dhe realiteti është ky. Të 35 vjet të dashur bashkëdhetar shqiptar është dosja e piramidave. E piramidave që i mashtruan shqiptarët që shitën shtëpit, marr borxh të ke njëri tjetri dhe i humbën gjithë paratë. Mbani mend një sube që thoshin. Pra, ishte Meksi kryeministër, Berisha ishte president. Iku piramida, erdhi në 97. 5.000 veta u vranë. Arritën dashur bashkëdhetar shqiptar, sa dhe urën me folit, desh ta hithin në erë. Dërguan dhe 2 avion për në Labri për t'i helmuar patriotët e Labrisë. Në 97. Filloi dhenja e naftës serbe për t'i dhënë ushqim, me thënë armatimeve, për të vrarë bosnjakët, edhe më vonë për të vrarë kosovarët, si që vranë në luftën 99. Bas asaj, janë bërë krime në Shqipëri dashur.
janë vrarë shumë njerëz. Por, bomba ra me njëherë në Gërdec. U vranë shqiptarët fukarenj. U vranë fëmijët banin armatime në dorë, bomba të rrezikshme. Të pangrën, e pat vetë, u hodhë në erë, Gërdeci, tamam si kur u hodhë një bombë atomike. U vranë fëmijë, u vranë njerëz, rreth fshati u shkatërrua, por asnjë në gjyq. Pra, gjyqi është minuta minutën ka qenë kryeministër Fatmiri, një njeri të marrë nga rruga, e për të bërë, më falni, për të bërë ministër të ushtrisë, të mbrojtjes. Pa bërë një klasë shkollë, dashur shqiptar, ja kështu kanë qenë ignorantët, alfabetet, shqipforsit dhe spionët e rrugëve që dëgjonin për dritare. Të dalën e pyetja e gazetares, prokuror ndërkombëtar në SPAK. Po të dashur shqiptar, kanë ardhur shumë prokuror. Kanë ardhur prokuror për 21 janarit, që u vranë 4 veta, u plagosën shumë njerëz, e një gazetar u plagos që nuk është më në Shqipëri, është larguar. U vranë qëllimisht, e paparë në historinë e kombit shqiptar. Ne kemi patur armi dashur shqiptar, turq, kush s'ka luftuar me ne, por aman kurriz nuk ka kemi kthyer. Patëm regjimin komunist për 46 vjet, vravi patriotët, dhe bijtë e tyre i futi në përburgjet, Borrell, Spaq, në përminierat. Dhe plakat, pleq dhe kalamajt, të moshën 1 vjet, 2 vjet, 3 vjeç, në për kampet e internimit. Ku nuk u bën kampet e internimit? Në Lushnjë, mbi 6 kampe të internimit, Savra, Pluku, Qerma, Gradishti, Grabihani dhe Gjaza. Po ashtu dhe në Fier, kampi mi të mërshëm i politikës qushe fshati Shtyllas. Quhet Shtyllas, dashur shqiptar, sepse është në Bregdet, po është larg Bregdetit, janë 2 male dhe në maj të Kodrës që quhet Shtyllas, është një shtyllë që dikur lidhshin vapor dhe më thënë dikur ka qenë det. Apollonia e Firit, që është me emër. Pra të dashur shqiptar, prokurorët kanë erdhur për të dënuar, nuk dënohet vetëm Berisha, janë qindra për të dënuar. Të dyja partit, që të dyja partit ka qenë një parti për të shkatruar shqiptarët, për të rjepur shqiptarët, për të vrarë shqiptarët, për të nxjerrë rinin për të detit, kush flenë në për hotele, kush flenë për stacionet e trenit, rrugëve, edhe sot që flasëm në këtë ditë, shumë njerëz flenë në për rrugët, për arsye se shqiptarët nuk i duan, sepse shqiptarë është raca me zgjuar dhe raca me vjetër në globin toksor. Pra, prokurorën ndërkombëtar nuk janë vetëm për Berishën, dashur shqiptar. Ky televizori që e kanë nxjerrë këtu thot për Berishën. Jo, nuk janë vetëm për Berishën, dashur shqiptar. Po janë për Edi Ramën. Po janë për PS-n, për organizator. Po janë për ish kryetari i bashkisë që i lyen të njerëzit me bojë të kuq. Janë për të gjithë e bën qëllimisht për të trembur shqiptarë dhe për të vrarë. Pra nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Shqipërisë që të vriten nga shteti direkt, unë e kujtova dhe komunizmin, po komunizmi i arrestonte, i eliminonte, i therte, i fuste të gjallë në përgropat, por nuk e shinte popullin në publik si që u bëm 21 janar. E pa parë në histori në glob që të vriten shqiptarët, kërciste mitrolozi, fyshekët, nga Taraca, në qoshe të derës në katin e parë. Pra të gjitha këto janë evidente. Pamarësisht se të dy palët thonë që nuk ka asgjë në kompjuter. Janë të gjitha dashur shqiptarë. Janë të gjitha bisedat që janë bërë, si u dha urdhri, si u godit
i quajtur generali, i ushtrisë i mbrojtjes a kush ishte aty. Pra, të gjitha janë evidente, do habiten të gjithë kur të shihni një nga një në burg këto ditë për dënim, për krim. Kur dënohesh me krim të dashur shqiptar, edhe me vrasje, me program, me dashje, dënimi i tyre është me pushkatim. Për këtë kam thënë unë, që populli shqiptar ka marrë në dorë të bëjë gjyq popullor për dëmin që u ka bërë për 35 vjet. Berisha drejt burgut, prova të re për 21 janarin. Zoti Berisha është thirrur për 21 janarin në SPAK. A mendoni ju, profesor, se zoti Berisha do paraqitet në SPAK për 21 janarin? Po, dashur shqiptar, Berishës i ka ndërguar fletë të arrestimit edhe kërkesët që të vinte në SPAK 3 herë. Pavarësisht se Berisha thot vajta në PD dhe PD e ktheu mbrapa se thoshte Partia Demokratike, vajtën në parlament, po edhe në shtëpi, po, të dashur shqiptar. Berisha nesër në orën 9 është në SPAK. Është në SPAK, jo si dëgjues ose një njeri që digjera, jo. Ai ishte i pandehur, dashur shqiptar. Është për krimet. Ato që ka thënë Luli, nesër Berisha je përgjigje. Doja përgjigje për vrasjen. Do japi përgjigje për goditjen e syrit të komandantit të gardës. Do japi përgjigje se fyshekët si nga dritaret, po ashtu dhe nga taracë. Po ashtu dhe kati parë më të djathë drejtim lulishtes që lonte mitrolozi që për të habitur. Pra të dashur shqiptar, si që kam thënë gjithmonë keni thënë që Pilinqi kur do arrestohen. Unë kam thënë që nuk do ngelet njeri për arrestuar. U arrestuan dashur shqiptar. E kam thënë atë ditë në darkën, në televizorin ora, e kam thënë atë natë që nesër në mëngjes i vjen Byroja Kombëtare në shtëpinë e kryetarit të bashkisë. Edhe i vajtë. Thash do arrestohet, e u arrestua. Po ashtu, Ilir Meta hypte në përtelat, hypte në përhekurat, beshe si Arkuli, beshe si Vojokushi, që Vojokushi nuk është shqiptar, beshe si Trim i të terve, pra Ilir Meta ka humbur 20 kile. Pra në burg, nuk rrije, po janë metodat që tregojnë çdo gjë dhe qumshin kur ka lindur. U arrestua dhe. Po ashtu kërkonin të arrestonin edhe Balluku. Po, Balluku është arrestuar dashur shqiptar. Pavarësisht se është e lirë këto 2 ditë, për arsye që të shkojnë kush e takon, kush e telefonon, ku jam fshehur miliona e miliona dollar, me ç'vend jam fshehur, në dajt, a ku jam fshehur në përbunkeret, ku i ka shpen parat dhe Zvicër, çdo gjë dihet. Lëvizjet e saj më të vogla dihen. Edhe kur flej gjumë e në ëndër që sheh, çdo gjë është në shikim. Pra, të dashur shqiptar, unë shoh këtu njerëz të vrarë, shoh një djalë të ri që ka lënë zonjën me gjithë fëmijë, që është goditur qëllimisht, pra thonë që plumbi i tij nuk ka shenja. Jo, dashur shqiptar. Çdo gjë e janë të rregull. U vonua vërtet, sepse nuk deshën të 2 partit, as PD-ja dhe as PS-ja. A e mbani mend Edi Rama, dashur shqiptar, mori disa lule, e tha që ne brenda javës do të paraqitem në gjyq. A pra, 13-14 vjet, se nuk e paraqiti në gjyq. Sepse janë të gjithë në atë vend. Janë të gjithë për të arrestuar, dashur shqiptar. Janë për të arrestuar jo vetëm për 20 janari, po thash edhe më lart. Janë për të arrestuar shumë viktime janë bërë. Dikush është vrarë në makinë, dikush është vrarë duke bërgjaj gjoja. Të gjithë Trebicka e Meshok, generali i Kosovës, të gjitha janë realitet dhe do dalën që të shihni ju. Gjyqi do bëhet me këta, do t'ja kaloj dhe gjyqi Hitlerit që u bë mbas luftës së 2 botërore.
që akoma dhe sot kërkojnë generalët, ushtarakët të Hitlerit dhe i arrestojnë dhe eliminojnë. Ky gjyq do bëhet në Shqipëri, të dashur shqiptar, unë shoh Berishën aty, shoh dhe kyçat lartë, kyçat që janë ngjë fare të dashur shqiptar, që vjen në dorë, po me hidhura është dënimi me vdekjes që vrasën, kanë vrarë njerëz. Pra, gazetare janë me ditë, nuk është vetëm Berisha për në burg që thonë këtu për 20 janarin, po si që thash, janë qindra të dashur shqiptarë. Si nga Pëseja, e nga Pëdeja, ato janë të dyja motra. Ato janë të dyja Pëdeja plus Pëseja, baras Partia e Punës Komuniste, edhe një vizë e spionëve që dëgjonin prapa dyerve, e spionëve të serbëve, e spionëve të Francës, e spionëve të grekëve. Pra, këta janë kalepi që keni patur 35 vjetë. Ju gjoja e keni votua, përse keni votua shqiptarë. Ska bërë vota për 35 vjetë, por janë emëruar si pas formës që kishën të dy partit, që i la Rami Salia, që të dy partit janë të dyja bashkë, Parulla është hapur shpesherë në publik që thuhet, ne ki i bem, ne t'i rëzojmë. Kjo ishte qëllimi që i rëzua në përdit. Kjo ishte qëllimi që të mos vinin në plazh më nga Evropa. Ne do vem në burg, ne do leminohemi, të mos vi asnjë në Shqipëri. Po jo, të dashur shqiptar. Vilat janë, hotelet janë, pallatet në Tiranë, në çdo qytet janë, do t'i keni ju gradis, dashur shqiptar. Jo nga një hyrje, po nga 2-3 hyrje. Aq shumë ka apartamente, do t'i keni të gjitha gradis. Çdo pasuri, pronarët, në realitet, do marrë jo vetëm pronat, po do marrë dhe demin që i kanë bërë për 26 vjetë regjimi bolshevik dhe 35 vjetë regjimi hajdutve, i vrasve, i shitve që u kanë shitur pronat të huajve. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj, erdhi koha e realitetit, erdhi koha që këta u kanë mashtruar për kaq vjetë, pra e bën edhe provën dije demonstratën e madhe që kishte 2 javë që bërtisim, do bëjmë demonstrat, do bëjmë këtë, edhe më në fund një vrim në ujtë. Pra, shqiptarët nuk janë me 2 parti. Shqiptarët e thanë, kur u bën gjoja votimet në Vlorë, në Berat, Cerrik, ku u bën këto votimet e fundit, asnjë s'ka dalë, 2% dashur shqiptar. Për atë, do dënohet dhe ai KQZ-s që mashtrovi, që tha ky është kryetari i bashkisë, që ne atë ditë që shkojmë në Zyrat për t'i shërber kombit, që ne kemi krijuar Partinë Shpresa Demokrate, ka marrë formë të prerë, ne po i hapëm me organizatat edhe jashtë në Evropë. Pra, të dashur shqiptar, ka ardhur koha e juaj, e ani sa më parë, në Foleja, në Shpresa e kombit, në Shpresa ku jetojnë shqiponjat. Këtu është, në këtë zyrë, në këtë vend, kjo do ngelet një histori, dashur shqiptar. Edhe brezat e ardhshëm do të mbajnë mend që ne bëjmë bashkimin e Shqipërisë me kufi natyrore, që ne t'i lejmë shqiptarë të lirë të bëjnë çfarë të kenë dëshirë në tokën e tyre të gjyshve, të sërgjyshve dhe të baballarëve. Të hapën ujë sa të duan, të vadisën sa të duan, të mbjellën çfarë të ketë zemra qef. Shteti i ri, qeveria e re që do bëhet me president, do t'i ndihmojë të shqiptarët në çdo drejtim, në bujqësi, në blegtori, kudo, do t'i ndihmojë t'u hapi tregti, dyqan, dhe Shqipëria do t'ja kalojë e Zvicrës, do bëhen bankat qendrore këtu, që do kenë siguri, do e turizmi mi bukur i tërë botës këtu në tokën e Shqipërisë. Kokat e shtetit në SPAK, dosja e fortë që do përplas politikën. Profesor, ju keni thënë që numri politikanëve është shumë i madh që do të arrestohet. Doli fjala juaj. Doli e vërteta që arrestimet do të fillojnë. Kanë filluar. Të dashur shqiptar, unë nuk kam thënë vetëm politikanët, unë kam thënë demin që i kanë kryer më shumë 2 partit po, 2 kryesorët. 2 kryesorët kush janë?
Berisha është bërë kryetar që ditën e parë, edhe është sot akoma, pa marrësi se vinin Lulin, e tipat e Lulit, por ishte Berisha. Në PS ka qenë kryetar Nanova. Për Nanos, si që e thoshe Ramet pas vetë, e solla nga Franca me thojnë të palar e me fytyrë të gërvishtur. Pra, ky quhet Edi Rama. Këta 3 veta do majnë përgjesi. Pamarësisht se Nanua ka vdekur, ngushëllime e njëherë familjes, por do hapi llogari. Ai ka djalë, ai ka fëmijë, pasuritë e tyre do konfiskohen të gjitha. Që të 3 të këtyre, por lere deputetëve, lere gazetarëve, analistave që kanë shkatruar Shqipërinë, që kanë ullur autoritetin e shqiptarëve në për televizor, se ata në për televizor, e kanë bërë televizor në mënyrë ordinere, e kanë bërë qëllimi që të ullën autoritetin e familjeve, po jo, të dashur shqiptar. 97% të familjeve janë si që kanë qenë, kanë autoritet në familje, kanë disiplinë, kanë moral shumë të lartë. Kurse 3% të dashur shqiptar ishte llumi. Ishte llumi i llumit që nuk i njihnin babën e tyre. Ata u shpërndarën për televizoret, ata u bën gazetare e analista, ata flisin prap e mbar, filluan edhe javën e fundit, kanë filluar flasin, jo ky do arrestohet, jo ky nuk arrestohet, jo spaku disa të quajtur si jurist, emrat e tyre i kemi të gjithë, s'është nevojë, si avokat, ziren për njëri i tjetrin e thonë që spaku s'ka punë në tokën e Shqipërisë. Pra, arrestimet janë të panumur dashur shqiptar. Unë kam thënë janë 1840 deputet për 35 vjetë. Janë qindra gazetarë analistë që janë në Tiranë. Janë me dhjetra të quajtur analistë e gazetarë në Evropë. Janë të gjithë oficerë që kanë mbaruar akademinë a shkollën e bashkuar. Janë shpërndarë në për Evropë. Ndihma e 2 partive u hapte televizor, radio, për të bërë propagandë, për të ndihmuar 2 partit e për të përçarë emigracionin në Amerikë, në 50 shtete. Unë e thash mbrëm, po e them sot. Ata ushtarak që janë, ne i dim ku janë, emër me emër, organizata me fuqishme është në New York, në Manhattan, është në Texas, në Florida, në Chicago, në Detroit, janë të shpërndarë dhe kanë filluar ka një javë grumbullohen, por ata janë tamam si mizekalit. Shumë nga ata ushtarak, me gradë shumë të lartër, bënin pazar me djemë të rinj shqiptarë. Sepse shumë djemë të rinj edhe vajza doni të vinin ushtar në NATO, në Afganistan. Sepse atje pagushe çdo muaj mini $5,000. Po që bënin këta mizat e kali, të quajtur ushtarak, oficer, major, kapiten, kolonel, general, që kemi emër me emër. U kërkonin $5,000. Çdo ushtar që të kalon. Kërkonin të shkretit, të shumtit i gjenin, kaluan vajtë në Afganistan. Disa nuk i plotësonin dot $5,000, i kemi me emra, me foto, me nënshkrim. Vinin i shpinë deri më 4,000, 4,500. Jo, këta kodosha nuk i pranonin. Këta agjenta, këta spiuna, nuk i pranonin parat, po i donin plotësisht pesa për para dhe zerot mbrapa, $5,000. Këta janë shpërdarë më disa partire. Bëjmë propagandë zhonat, ne shumë shpejt do t'u ambyllëm. Bëjmë propagandë se Amerika është në krizë. Amerika është poshtë Kinës. Kina ka armatime të tmerrshme.
ka vapor që çajnë akullin, kurse Amerika nuk paska. Amerika nuk ka fuqi në Evropë. Të dashur shqiptar, sidomos ju në Amerikë. Keni kujdes, mos u përçaj. Edhe vrasja që ndodh dje në Michigan, u vrat djali i ri para restorantës. Shqiptar. E i zoti e shqiptar e restorantës. Keni kujdes, dashur shqiptar, se propagandën që hapën këta që kanë hapur real estate. New Jersey, Hackensack, Bergen County, Morris County, Brooklyn, Bronx, Detroit, Michigan, Florida, kanë hapur tregtit dhe këto tregti janë të shqiptarëve. Ky është qëllimi të dashur shqiptar që do arrestohen shumë. Ne do t'i sjellëm ata. Po disa nga ata krerë do dënohen në Amerikë. FBI është mbrapa atyre, jo sot, po që ditën që kanë hyrë në aeroportin Kennedy Airport. Që ditën që bënin organizimin për të përçarë shqiptarët dhe për të luftuar dy partit. Disa nga ata, sidomos një mjekro, që kishte televizor që ne ja mbyllëm fare, që kishte tregti, makineri, transporti, bile me vinte në Amerikë para 7-8 muajve, kërkonte shofer, se kishte makina të mëdha. Sot, a i fle në makinë brenda. Çdo gjë është konfiskuar. Çdo gjë që këta kanë hotele në Manhattan, në Brooklyn, Bronx, New Jersey, Texas, Florida, Detroit, Michigan, kudo që i kanë, janë të shënuara dashur shqiptar. Nuk do kenë gjë zero. Se ata nuk kanë punuar në Amerikë. Ku jetën para që vajtën në Amerikë? Ku jetën shpenzimit që shpenzojnë? Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e shqiptarve, mos i dëgjoni në Amerikë se që thonë, unë e di që juve si dëgjoni, sepse ju e njini situatën në Amerikë. Amerika është një shtet i lirë, bën tregti që duash, por aman, lëvizje më të vogël që e bën, je në shikim në një sy. Pra, gazetare do arrestohen me qindra dhe me mira, lirit drejtora që janë ata si quaj fare që do arrestohen edhe ata, por të dy partit, si që përmenda deputetët. E njëherë po e përmend dashur shqiptar, nuk do ketë si në 10, nuk do quhen me ish kryeministër, ish president, zero. Fillon nga e para. Po nuk ke turpore. Shoqatja e tij rakipi debat me Salianin, se nuk hyt në zgjedhje. Profesor, deri di zoti Rakipi ka qenë besnik i zotit Berisha. Çfarë ndodhi? Të dashur shqiptar, televizorit e tyre i nxjerrën. Unë shoh me një që ka ngjitur duart për pjetë. Besoj se është Ylli Rakipi. Shoh dhe një të ri me mjekër e me mustaqe e me flok. A ishtë versioni Ervin Salejani. A mbani me dashur shqiptar që bëri një rëmuj para ca kohë dhe u dënua një vit burg në burgun e Fierit, po që të vesh pa flok, e të kthesh me flok, nuk ka ndodhë. Vetëm këto gjëra ndodhen çudirat në Shqipëri, në Tirani, erdhi me flok. Po të dalë në pyetja që gazetarja bën, po nuk e turpore, shoqat jeti. Ky djalë i ri, kur hyn në qef, e keni dëgjuar dashur shqiptar, kur s'ke qenë kurkushi, s'ke pat pantallona, e hyn në qef të bëjnë deputet, të vejnë flokët në kokë, të hyn vetja në qef të duket si ty s'ka tjetër. Dhe kërkon të marri vendin Berishës.
Berisha e ka krijuar atë parti që si që, po Berisha atë parti nuk e lëshon. Jo këtij djalit, po nuk ja lëshon njëri. Po të idhem dhe ylli që i thot këtij djalit, dhe gazetarja më tha që ylli besniku i Berisha. Po, ylli besniku është numër 1, më falni, Berisha është numër 1, ylli është numër 2. Që në fillim, ylli s'kishte gjë për gjë, e një dëftes që e mbarovi shkollën në Elbasan, e mori me nota 4, 3. Por, duke dhënë raki kolonje, dhe rrush kolonje dhe mollët e kolonjës, i dha një copë diplom. Në kohën e Ramizit në fund, veshi një pardesy të bardhë. Sot, ai personi është milioner. Ka qenë në Londër, që ishte qëllimi im kur kam ikur nga ai, që unë i di se çka ka bërë në Londër. Ky ka apartamente. Ky gjithë ditën vetë lot letra. Ku jem parat? Ja pago ka Meksi, që Meksi nuk ka paguar taksat e televizorit, por e mbajnë për ISO, e mbajnë për të ofenduar Amerikën. Ky person është Ylli Rakipi së bashku me një djalë Bushati, që i thrisin Juri Kimete. Këta janë pra që thoshin do na vi Amerika ne këtu, ne jemi shqiptar. A more Ylli. A more Ylli të erdhi fundi. Të erdhi fundi. Ti s'do as Berishën, sepse njerëzit me 2 fytyra këthehen nga të duan. Deri i dje ishin me Berishën, sot e shajnë, të njëjtën si ata që janë në Amerikë, ata oficerët, ish oficerët ushtarak, i paguante Berisha, i paguante Iliri, i paguante Edi Rama, më në fund, çfarë nuk thonë për Berishën. E shajnë më nënën, më familje, ai mjekrua që kishte televizor e radio. Pra dashur shqiptar, këta nuk kanë turp. Nuk kanë turp. Unë a thash më përpara. Këta nuk janë gjak shqiptari. Se shqiptari nuk thot të fjalë në televizor në sytë publiku. Këtos janë gjhiq. E të gjithë i parë, sa herë, shahen, hedhen ujtë, ngrien nga të volina, para ca kohë, Bushati, e shau, më nen, e më gruan, atë studio dhe iku dhe përsërit të nesë me vajtë. Jam palavra. Pra, gazetare, këta nuk kanë turp, këta kanë 35 vjetë që vrasin, 35 vjetë që vjedhen, 35 vjetë që u amarën pasurit, ata që ka patur gjysh të gjyshi, këta nuk kanë turp, bërën spionat e Serbit, spionat e Francës, spionat e Grekut, do me thënë, i fërkojnë për krah, këta janë ca pa fytyra, si presidenti i Shqipërisë, kur erdhi Turku, hoqi Skënderben, kur erdhi Francës, i ngriti i mbante ambrellën, kur binte shi, një francez, një rrugaç francez, pra këta janë këta tip, këta minutën e fundit, duan të provojnë një ligj që të martohet mashkull me mashkull, që të mos e ofendojnë, që të mos të zeri dhe punën kryesore, që është e papara në histori, në punën ze si pas vlerës të dashur shqiptar. Pra çdo gjë që këta e kanë bërë plane, ne i shpim ke zerua, kushtetut e këtyre e hodhi vetë presidenti i Shqipërisë në koshin e plerit, kur Beri që tha me datën 9 maj do ketë votime edhe Tirana. Doli jashtë kushtetutës dhe kushtetuta e hodhi poshtë presidenti që ai në fakt duhet të ishte arrestuar të nesmen. Si ai dhe kryeministri i Shqipërisë që rrëzuan kushtetutën. Kushtetutën e këtyre është në kosht plerave dash. Kjo është kushtetuta që do jetë në Shqipëri. Kushtetuta amerikane është për këthyre në gjuhën shqipe. Pra, gazetare e njerë po e përsërit,
Këta nuk kanë as turp, këta janë familje pa familje. Keni diçka për të shtuar? Unë nuk kam gjë për të thënë, vetëm shkurtër të u them shqiptarëve, të dashur shqiptar, unë u bi thirrje. U bi thirrje nga televizori TV Shpresa që do të ngelet në histori ky televizor. U bi thirrje nga foleja e Shpresës të Kombit, që quhet Partia Shpresa Demokrate. Unë po a shpjegoj një herë dashur shqiptar që o Shpresa e Kombit, o pse parti, sepse kur e bëm në gjykat, duhet ta vijë emrin parti përpara. I jemi të vetmi ne që kemi bërë me gjykat, me vula para gjykatës, me emra dhe me këtë program që deshën në fillim nuk deshën e provonin, sepse është harta e Shqipërisë me kufi natyrore. Dhe në krahun tjetër është Shqiponja. Dhe brenda janë 51 pika programi i Partisë Shpresa Demokrate. Është ky program i Shpresës të Kombit. I Shpresës të Kombit që ka vojtur dashur shqiptar të mos shkojmë më gjatë me mira vjet, po të vëmë të 80 e 70 vjet. 46 vjet me regjimin bolshevik sërb dhe 35 vjet me spionët me shqip folsit. Pra të dashur shqiptar erdhi koha jote. E janë pra. E janë për të zënë vende. E janë intelektual të rinj e të reja. E janë intelektual të vjetër që keni dalë në pension, që keni qenë mësues, profesor. E janë pra që të vini e njëherë në shkollë. Do pagueni shumë mirë, por aman do mbajeni mend që të ktheheni njëherë për të pastruar këtë lump që kanë bërë në përshkolla. Këta gjoja shkencëtar e historian, që nuk janë historian fare. E janë pra të bëjmë historinë realitet. E janë se dokumentat i kemi, hartat i kemi, që kur është krijuar Shqipëria. I kemi zënë të gjitha në Vatikan e në Amerikë, dashur shqiptar. I kemi hartat origjinale që Shqipëria ka krijuar këtë Evropë. Që jemi më të vjetër në botë, dashur shqiptar. Që jemi gjua me vjetër. Që jemi raca me pastër në globë. E them pa frikë, raca me bukur, me bardhë. Raca me zgjuar. Ky është qëllimi, dashur shqiptar. Disa rrugaç nga Evropa, të quajtur ambasador o ministra, duan ta bëjnë Shqipërinë, ta ulën e moralitetin e Shqipërisë, të ofendojnë familje shqiptare. Po jo. Ne nuk na ofendoi as turku, 400 vjet na mbajti. As një shtet, Italia erdhi, iku prapë si që erdhi. Ne nuk na prishën familje dashur shqiptar. Kemi 2 gjini. Gjinin e një femre që lind fëmijë, e gjinin e një mashkulli që martohen bashkë dhe krijojnë familje, shtojnë familjen, gëzojnë për datëlindje, gëzojnë për dasmat. Shqiptar nuk e sa. Nuk kemi Hollanda të dashur shqiptar. Nuk kemi pisat e Francës, që këtu të bëhet rëmuj, dasma, pashie. Edhe kafsha që është kafsh të dashur shqiptar, nuk e pranon një kafsh po tjetë e larë. Të vini në Afrikë të dashur shqiptar, tigri, luani, ka vendin e ti, fshatin e ti. Nëse vjen një tigër luan nga një mend tjetër, e vrasin, e mbytin. Pra ne jemi një racë dashur shqiptar. Ne kemi një fe. Feja ime është ky. E feja jote o shqiptar. E di që fejnë është që fli vete musliman, vete katolik, vete ortodoks, po jo fe tjetër. Ne jemi të bashkuar me mira vjetë, bërë për dasmat, katolikët, muslimanët janë bashkë. Në profesat e Krishtlindjes, shqiptarët janë bashkë. Edhe po të hapësh librin e fesë, qitapin, aty thot edhe për Krishtin. Pra jemi bashkë të dashur shqiptar. Nuk na shkëputën dot një racë. Dhe kemi
3 miq, dashur shqiptar. Miku mi madh, babai i Shqipërisë që do i këtu, quhet USA, Amerika. Miku tjetër që është gjaku jon, është Gjermania. Është miku jon, familja jon. E treta është Austria. Austria, Gjermania, po thuaj, janë njësoj dashur. Të janë mikë tonë të vjetër. A e mbani mend vitet kaluara, i sheku. Princ Vidi erdhi në Shqipëri për ta shpëtuar dashur shqiptar. Jo për ta marrë. Pavarësisht se ne i kanë futur sërbët me mbretëri, me komunizmin, brenda kemi 100 vjet. Po të dashur shqiptar, kërkesa ime, ftesa ime, këshilla ime është: bashkohuni një herë në familjen tuaj. Jepni dorë vëllau vëllait. Jepni dorë motrës. Mja me sherë që u bën me 7.501. Jini penjenene. Jini një gjak. Kur të afrojnë ju, motrë e vëlla, babë e birë, nip e stërnip, do afrojnë edhe me lagjen. Përsëri lagje që kini afër, në fshat, kudo, pavarësi se është bërëmuj në për qytete. Njëri një me tjetrin. Afroni. Kur mbroni njëri tjetrin, a ere mbroni dhe kombin tuaj. Kjo është lufta që janë bërë në bërbot të dashur shqiptar. Janë bërë lufta për arsye dhe janë ngritur ai qytet, ai shtet, për të mbrojtur pasurinë. Një familje, një shtëpi që nuk ka pasuri, nuk ka jetë. Pa pasuri nuk ekziston asgjë. Pse luftrat bëshin? Vini fshat më fshat, bashkoshin bashk për të mbrojtur ato një dy lym, një hekër, një hektar. Për të mbrojtur, tjetri mbronte pjesën e tij dhe kështu luftonin me armiq të shekullor. Pra, e thashe një herë, afroni njëri me tjetrin. Mblidhuni që sonte. Leri me janë 2 anti-shqiptarët e partive, do t'i shini në burg, do t'i shini zvarë dashur shqiptar, atë që u kanë bërë ju, me 7.501. Atë që u kanë bërë ju, djalin tënd e ka marrë, e ka bërë me lecin, gruaja me pëden, burri me pësen, qëllimisht për të shkatruar Shqipërinë, për të shkatruar familjen në Itali, në Francë, me çdo vend, kanë filluar përçarje, janë ndarë djemë të rinj nga gratë. Se ka hyrë sherrri që këte, se para këta dashur shqiptar, nuk i matin e nuk i numrojnë me dorë, po me metrokup. Ato para do t'i keni ju dashur shqiptar. Tunelet janë mbushur në përdaj, në për qytetet e tjerë, në për makazinat, ki ka zënë myku, do t'i tuajat, mi për mi, do t'i mini pasurit e gjyshit, t'i gëzoni. Lere 7.501, çdo gjë rregullohet. Të gjithë shqiptarët do jemi të bashkuar. Të gjithë do jenë të kënaqur. Edhe ai që ka qenë më fukara, do ketë një hotel dashur shqiptar. Se shqiptari do t'i ketë të gjithë. Toka e Skënderbeut me mira vjet të luftuar. Gjaku është derdhur. Edhe eshtrat e patriotëve akoma nuk gjen ndërman. Do gjen atë ditë dashur shqiptar, kur të bëhet me mermer që në Skënderbeu, në ministria e mallkuar që ka vrarë njerëz, ministria e brendshme, do bëhet 2 metra i lartë edhe i gjatë sa të jetë, do shkruajnë emrat e patriotëve prej mira vjet, që në kohën e Aleksandrit dhe deri në këtë minutë që flasun. Rrugët e qyteteve të Tiranës do bëhen me emrat e patriotëve. Jo me këta rrugat që janë as shqiptar. Jo me këta që në 10.200, kur u bë parlamenti gjoja me demokrat, krye të quajtur herojnë të burgut. Ata kanë qenë spiuna. Ata kanë qenë anti-shqiptar. Sepse patriotët që kanë qenë në përburgje, që kanë vdekur, akoma
emrat e tyre nuk i ka shkruajt njeri. Pasurit që i muar spionët dashur shqiptar, që ishin spion që dëgjoni prapa dritareve. Ata kanë marrë, kurse shqiptarët e vërtet, që kanë qenë në përkampet e intrenimit, në përburgjet, që gjyshet e tyre janë pushkatuar, janë futur dëgjallë në tokën e Shqipërisë. S'kanë marrë asgjë, pa ata do jenë të gëzuar. E strënipat e ty kush ka ngelur, do marri fonde. A mbani men qekun e bardh, dashur shqiptar, nuk u dha. Do ipshe qeku i bardh, e kemi daluar. Këtra do ipet. E këtra do t'i provojmë edhe fqid tanë. Franca, Ingilterën, do t'u themi, e doni Shqipërinë? Pore, na ndihmoni një herë, t'u shohim një herë. Jo, na keni marrë gjithmonë, po na ipni një qek për shqiptarët. Se deri tashi na keni marrë. Keni dhënë 200 milion, i keni marrë 100 milion kesh. Pra këtë them unë që bankat s'do ketë me, vetëm banka e Shqipërisë do tjetë të dashur shqiptar. Keni kujdes dashur shqiptar këto ditë, se bankat që janë hapur në Shqipëri janë të këtyre. 5-6 banka ka gruaja e Edi Ramës. As një para nuk kanë, duan t'u marrë. Shkoni, provojeni, kërkoni. Futeni atë kartën e thoni do heqëm kaq para, zero. Vetëm u marrë. Pra të dashur shqiptar, vëllezërit e mi, dashur shqiptarët e mi në Amerikë ku jeni, çdo gjë është realiteti, keni kujdes, mbajeni familjen, mos përqahuni, shumë shpejt do vini në Shqipëri, mos dëgjoni oficerët që i keni të rrethuar me të 4 anët në Amerikë, ishën deri dje të pasur, por çdo gjë është bllokuar. Edhe manes po i them për këtë, edhe atë që e more në Morristown i Gjozi, nuk është endja, është shqiptare. Pra, ki kujdes. Nëse ti do t'jesh rrac shqiptari, dorëzohu, ec la kuriq, e u thuaj, mi ipni një palë kombinoshe, më lini të lirë, ja ku i kini parat të gjitha, ku i kam shehur, janë tuaja, do shpëtosh. Si ti, edhe 5-6 nuk po i përmend emrat, po i dini emrat e tjerë që i quhen milionierët e Shqipërisë. Në Amerikë, ti jesh me mira vjet, nuk besh milioner dashur shqiptar. Disa janë Rockefelleri me shok, që kanë qenë me qindra vite. Pra, të dashur shqiptar, natë e mirë, do shini nesër, Berisha nesër në mëngjes e keni në SPAK, po jo vetëm Berishën, po do vi edhe ish presidenti i Shqipërisë, ish prokuroria e përgjithshëm, e në Rama si e ka ajo zonja, dohen shumë ushtarak, shumë dëgjues, dohen në SPAK, dhe dosja e tyre është mbyllur, është gati për të vënë hekurat dhe për të shkuar në burg, po jo të rrinë të qetë, po të lidhur me zinxhira, të punojnë rrugët e Shqipërisë, të pastrojnë llumin, pislekun e tyre që kanë hedhur në tokën e Shqipërisë. Ata ta pastrojnë. Pra, natë e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim nesër, do kini lajme të mira, shkruani çfarë të doni, por Pilinçi punën e ka bërë, qeverinë e ka krijuar, ministrat i ka, vetëm kërkojmë të vinë me qindra e mira që të bëhen ambasador në të gjithë botën. A një ambasad do ketë 10 njerëz që punojnë, do t'ini ju që jeni të rinj, ju që doni Shqipërinë, ju që dojeni bilbila, që do flisin t'i thoni asaj Francës të mallkuar, t'i thoni jemi shqiptar, e t'i thoni atyre rrugaçve në parlamentin në Bruxelles, t'i thoni ju jeni ignorant, ju jeni çopen, ju jeni pa shkollë, tamam si Greqia që e ka dërguar nga burgu në Shqipëri, a i s'di as shqip, as inglisht, a i nuk di, çdo të shkollë. Ja pra Greqia e ka quar deputet. Ja pra këta deputet janë. Pra ne jemi palca e Shqipërisë, ne jemi në mes të Evropës, dhe kjo është ura që do bëhet
Ura do të thotë që pasaport shqiptare do kemë pasaport amerikane dhe pasaport shqiptare. Kjo është ura. Të vejnë ku të duan në botë, të hapën tregti, se Amerika e ka bërë një ligj. Unë vete ku të dua, thot, po ti zvjet do të në Amerikë pa dhe në lej. Ashtu do të jetë në Shqipëri. Shqipëria do të jetë baza e Evropës, fuqia me madhe, pasuria me madhe do jetë Shqipëri. Natën e mirë dhe dashur shqiptar, dofta u lodha, po unë jam gati të rri edhe 10-15 orë të flasë. Pra, jam gati, jam një djalë i ri në shpirt, sepse unë kam amanetin e të parve, të patriotëve për të realizuar dhe realizova 99%. A ditë që të bëhet me president, vetëm një telefon kemi, bashkimin e Shqipërisë me kufi natyror. S'ka burr, po e them shqip, s'ka burr nëne që na pengon. Natë e mirë, dashur shqiptar, rrini të qetë kudo që jeni. Falenderoj profesor, të dashur bashkëdhetar, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.